Alparade, momente virale dhe trendet më të reja në një vend të vetëm. Abonohu në kanalin tonë. Bën më koncerte, jo. Albos, përshëndetje shpirt. Faleminderit zemër. Ua, po shumë ftohtë, sinqerisht. Prit herë. Se në nxefet telefone. Normale kokën lartë, se mbaj kokën poshtë për asë këndu. Për asë një nga këto TikTok-ut tuje që komentojnë kështu. Se TikTok-u ka vetëm perversa, pedofila dhe budallajnë me shumicë, me tonelata, do me thënë që të marrësh lopatën edhe të fillosh edhe të gërmosh sa budallajnë gjenë këtu në TikTok, sa pedofila gjenë, sa ignoranta gjenë të pashkollë, sa gjenë, o zoti madh nuk e keni idenë. Në kupton? Mblidhen tërë budallaj me i ven, janë tërë shok me i ven, s'di qa bëjnë, hapin videon e live-it tim, komentojnë se cili më keq si mundet, do me thënë, ka shumë kriminella pas ka pas kjo Shqipëria që si pas kemi ditë neve, që ditë më. Jo, po nga njerë duen edhe këta budallajnë tora, nga njerë në TikTok duen edhe këta budallajnë, se pa budallajnë nuk ka jetë. Qyqë, ku ka jetë pa budallajnë? Këto janë humbamenut e TikTokut. Duhet se s'bën edhe këto tjenë këtu në qarkullim, vërdal, se në prishe dita. Nuk ka gjë zemra duen edhe këto budallajnë, sinqerisht, mos u mërzit flutra se duen. Më lë përshëndetje. Yusuf uf, tuf, ruboduboduf. Po të duket që po flas jashtë normales, apo po bëj gjeste jashtë normales? Jo. Po të shajt ty nga familja? Jo. Po të shajt ty nga fisi? Jo. Po të thënë ty që do të vras, e do të pres, e do të djeg me acide, me benzinë, me ashtu? Jo. Që atëherë? Mund të lezosh komentet dhe kupton vetë. O Lea, o dritë, mos u streso zemër ti, mos u merr me këta. Mos u merr zemër me ashtu. Është shumë normale të jesh gay. Të jesh gay, të jesh trans, të jesh lesbike, të jesh homoseksual, është gjë shumë normale. E rëndësishme është ty nuk po të cënoj fare identitetin tënd, karakterin tënd, ty si person, nuk po përshëndetje, nuk po të ngacmoj fare, as nuk po të përmend, as për mua je, do me thënë një njeri që nuk të bota se di që ekziston fare, ti kupton? Kush je ti, do me thënë të vishet më kërcënosh mu, kush je ti e të vishet më shash mu, kush je ti të vish të më përdhosësh emrin tim, kush je ti të shash familjen time. Kupton, ne? Jo, nuk merr me asnjë zemër, jo, absolutisht, thjesht po i shpjegoj. Absolut, as se marr fare për ashtu. Jo, zemër po i lexoj thjesht për më shumë për diskutim, sa nuk më preken, nuk më humbin energjin time. Janë komente që janë pa vlerë për mua. Kupton? Si puna këtit ha
Do më thënë që ky nuk më njeh fare mua, se një fare familje mund t'jetë një komshi, e kupton që nuk din se çfarë të shkruaj, edhe thot hajde ke plagën, ndërkohë që unë me familjen flas 5-6 herë në ditë, do të thonë s'ka moment mos flas me ata. Nuk e njeh fare, po thjesht jep atë komentin e vet për të dhënë vëmendje ose për të treguar që wow, ja kjo nuk po flet me familjen, ndërkohë që se din fare që unë flas nga 6 herë me familjen. E flas për ditë. Ti kesh sa më afër ti je mundur, mundësisht edhe një derë mas meje ta kesh shtëpi, po nuk na njeh fare. Fare nuk na njeh. Fulmina tash qa me bëu Rolex, përshëndetje, mirë se erdhe. Duhet edhe t'i durojmë tani. Klea shpirt. O drejt. Faleminderit shumë Lea Berni, shumë faleminderit shpirt, faleminderit për çdo gjë që më ke ndihmuar deri në këto momente, faleminderit për të gjitha shpenzimet që ke bërë për mua, faleminderit shumë që më ke qëndruar afër. Po njerëzit nuk më njohin nga afër, kështu që normalisht impakti i parë do jetë kjo. Se po të më njohin nga afër, për shembull, do flisnin ndryshe, po nuk më njohin nga afër. S'kam çfarë të bëj, kjo është jeta. Po unë nuk bëj merak fare se e di që Zoti do marrë hak për çdo kënd që ka folur kundra meje, e për çdo kënd që ka ullur balt mbi mua. E kështu. Faleminderit zemër, faleminderit. O, Sarusha Boll, o drit. Qa më pëlqen më shumë nga jeta, çdo gjë e imja më pëlqen. Çdo çasti im, çdo minuti im, çdo sekundi im më pëlqen. Dhe e shijoj sikur është era e fundit që do ta shijoj atë lloj gjëja. Kam për t'ia shijuar vetes çfarë do lloj gjëje të mundshme që unë kam në dorë për ta gëzuar shpirtin, se është shumë e vështirë ta gëzosh shpirtin me diçka. Dhe është shumë e lehtë ta lëndosh shpirtin me diçka. Jo, nuk e ka nga unë. Nuk e ka nga unë, jo, se kanë mallkimi nga unë. Janë shumë të rallë, o grande, po ku je, o grande, ajde se më plase, më ke lënë 6 orë këtu. Ajde shpirt, ku je se më ke lënë 6 orë, motrës tënde vetëm. Pse jeta ime këtu? Pse shpirt? O shpirt, jam në Mykonos, o shpirt, jam për të dalë, jam jashtë, them të vërtetën. Sot nuk, po flija tërë ditën gjumë, se nuk kisha fletur gjumë, të them të vërtetën, prapë. Edhe u zgjovëm para 2 orë, tani do vemi për të pirë, do futemi sigurt nesër, ta dish. Të dua shumë, ta kalosh mirë, të puç. U ja thojnë shpirt. Natën, ta kaloni mirë të gjithëve. Të futë fort. Se të bukura. Ngjyra ime është. Po e di, po ngjyra ime. Po unë pendej për atë, ki kam parë këtë ty dhe është ngjyra ime. Një shpirt, kaloja bukur. Ika, shpirt, ika. Natë. Ciao.
Θα σκοτωθώ μωριά μέσα. Αφού ο άλλος είναι ηλίθιος. Gina, buonanotte, Shpirt, buonanotte.